إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë, falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut I lutemi të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve, e veprave, e sjelljeve tona, cilin do që Allahu Zoti e udhëzon, nuk ka kush ta humb dhe devijoj, dhe cili do që zgjedh për veten e tij humbjen dhe devijimin, nuk mund ta nxjerrë dritë dhe ta udhëzojë askush tjetër përveç Allahut xhalla xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtetë, Zot që meriton të jetë Zot, të njihet si Zot e të adhurohet si Zot përveç Allahut. Ai është një I vetëm, pa ortak, rival apo ndihmues, pa birë dhe pa fëmijë, absolut dhe I pa imagjinueshëm nga mendjet njerëzore, sido që të mendohet nga mendjet nuk është ashtu. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte rob I Zotit njeri dhe I dërguar I Zotit, ishte vula e profecisë në tokë, domethënë mbas tij më nuk do të ketë pejgamber dhe profet. Allahu e solli për të rregulluar botën dhe për të shpëtuar botën, një mëshirë e dhuruar nga Zoti për mbar njerëzimin, për të qenë siguria dhe garancia e Zotit deri në ditën e Kiametit. Sa të jenë mësimet e Tij dhe sa zbatohen mësimet e Tij, bota ka garanci se nuk do të ketë shkatrim. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, Kiameti do të vijë atëherë kur njerëzit s'do të dinë më fjalën Allah, Allah. E derisa njerëzit e adhurojnë Allahun xhalla xhelaluhu, I falen atij dhe I lutën dhe agjërojnë, e bëjnë adhurime që I përkushtohen Zotit, do të thotë se ka garanci se mëshira e Zotit dhe falja e Tij është prezente në çdo moment të jetës, derisa njeriu të largohet nga jeta e kësaj bote. I madhi Zot, Allahu xhalla xhelaluhu, në Kur'anin famëlar na fton neve besimtarve kur thot: O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi si të gjithë popujt dhe pejgamberët dhe profetët e mëhershëm, në mënyrë që të arrini devotshmërinë, përkushtimin, korrektësinë, sjelljen e mirë, edukatën dhe moralin e lartë. Nganjëherë ne jemi mësuar të shohim adhurimet shumë thjesht dhe mundohemi që të japim përgjigje ndoshta shumë të vogla që ja humbin në realitet vlerën e vërtet adhurimeve. Dëgjojeni këtë ngjarje të vogël. Një fëmijë e pyeste vazhdimisht prindin e vet për urtësitë e adhurimeve. Dhe kur vjen Ramazani, e pyet fëmia babën e vet dhe I thot: O ba, përse ne agjërojmë? I thot baba me atë thjeshtësinë e vet të përgjigjeve të gjërave: O bir, I tha, ne agjërojmë se duhet të ndjejmë dhe të shijojmë atë që ndjen I varfëri kur nuk ka me hëngër. Përgjigje e bukur duket për një fëmijë, po faktikisht fëmia ishte doktor shkencash. Fëmia I boni një pyetje tjetër babës, që e la babën me gojë hapt. I tha: O ba, nëse është arsyeja e agjërimit të Ramazanit që njerëzit provojnë etjen dhe urinë dhe varfërinë, po të varfrit çfarë shijojnë në Ramazan? Sa ato jashtë Ramazanit me etje dhe me uri, po edhe në Ramazan
nuk është se kalun u bon të pasur dhe zëngjina. Tha baba me drejt, vallaj, tha për Zotin, këtë përgjigje s'di me ta dhon. Pa hajde të pyesim, tha, një të ditur. E ku shkun tek i dituri me e pyet, ai nuk ditë fare se çfarë ka ndodhur mes tyre, babë bir, po i dha përgjigjen që ka thënë Zoti në Kur'an. Ramazani dhe agjërimi është bërë obligim që të arrijmë devocionin, që të jemi devotshëm. Ramazani dhe agjërimi janë për besimtarin që të tregojnë nënshtrimin dhe bindjen ndaj Zotit, se janë adhurues të Allahut. Ramazani dhe agjërimi janë shkak që njeriu të fitojë kënaqësinë e të Madhit Zot. Ramazani dhe agjërimi janë shkak që njeriu të pastrohet nga të gjitha gjunat që ka bërë. Ramazani dhe agjërimi janë shkak që njeriu të fitojë xhenetin dhe të garantohet se është xhenetli. Ramazani dhe agjërimi janë shkak që njeriu ta tregojë veten se në cilën bashkësi është ai, kujt ummeti i takon, sepse ummeti i Muhamedit alayhi salatu selam është ai që agjëron me këtë lloj agjërimi që ne agjërojmë, që ka syfyr, që ka imsak, që ka iftar, që duhet bësh këtë, nuk duhet bësh këtë, etj. etj. Ne agjërojmë që të jemi më afër Zotit, dhe ne agjërojmë që të jemi më afër njerëzve në nevojë, nevojtarëve, të dobëtve. Ne agjërojmë që të jemi në krahun e të vërtetës dhe të drejtës, se në fund fare ky ishte qëllimi i Kur'anit, për të dalluar e vërteta nga e kota, e drejta nga jo e drejta. Për këtë arsye duhet ta shohim adhurimin e agjërimit si një moment për zgjedhje nga Allahu xhalla xhelaluhu. Kemi një pyetje tjetër shumë të rëndësishme, ose një temë prapë që duhet trajtuar. Çdo vit ka Ramazan. Dhe çdo vit presupozohet që Ramazani të ndryshojë jetët tona. Dhe këtu ne kuptojmë se sa Ramazanët tona kanë dhënë efektin e duhur në jetët tona apo jo. Që të arrini devotshmërinë, që të jeni devotshëm, që të jeni të përkushtuar, që të jeni korrekt, që të jeni të edukuar dhe të sjellshëm. Ramazani këtë synon, agjërimi këtë kërkon, që do të thotë se njerëzit në agjërim nuk është se janë gjithë njësoj. Ka prej tyre që agjëron shpirti dhe zemra dhe mendja dhe trupi i tyre, dhe ka prej tyre që agjëron vetëm trupi nga ushqimet caktuara apo nga një traditë e caktuar. Dhe ka prej atyre që agjërojnë gjithë apo thjesht për marrësi e që të na heci marr. Faktikisht, agjërimi vërtet është agjërimi i zemrës, që do të thotë njeriu largohet nga çdo kënd, nga çdo kush. Njeriu largohet nga çdo kush që mund të krijojë vartësi tek ai përveç se te Allahu xhalla xhelaluhu. Synimi kryesor që rreth të agjërimi është të shkëputesh nga çdo lloj vartësie dhe të krijosh vartësi vetëm me Allahun, Zotin e botrave. Aty fillon gjithçka tek zemra. Për këtë arsye Zoti në hadithin kudsi tha përveç agjërimit, se ai agjërimi është i imi dhe vetëm për mua. Subhanallah. Njeriu shumë gjona i bën për Zotin, gjitha adhurimet janë për Allahun. Mirë, po si agjërimi nuk ka, sepse është ideja që njeriu o e mban o nuk e mban. Për këtë arsye thoshin, agjërimi është adhurimi pa syfaqësi. Se o e mban o nuk e mban. Për këtë arsye erdhi arsyetimi po në hadithin kudsi, tha pejgamberi, tha Allahu xhalla xhelaluhu, njeriu lën gjithçka për hatrin tim. Pra për hatër të Zotit xhalla xhelaluhu. Qysh këtu fillon Ramazani të japi efektet ose agjërimi ose jo.
sa më të lidhur ta bëj adhurimi i agjërimit njeriu me Zotin e tij, aq më shumë njeriu do të jetë i suksesshëm në agjërimin e tij. Dhe në momentin që njeriu nuk e ndjen Zotin në agjërimin e tij, agjërimi i tij do të jetë agjërim, po nuk është si agjërimet ndryshuese të jetës. Që një agjërim të ndryshojë jetën e njeriu, do të jetë për Zotin dhe për hatër të Zotit. Që një agjërim të ndryshojë jetën e njeriu, do të jetë agjërim që të shihet si bekim dhe zgjedhje nga Allahu dhe mundësi për gjithë secilin prej nesh. T'jep Zoti i rast, t'jep Zoti i shans, t'jep Zoti mundësinë. Ai që është i zgjuar dhe i mençur, mundohet që mos i humbi asgjë nga mundësitë që i vijnë në jetë, e jo më nga mundësitë që i vijnë nga Allahu xhalla xhelaluhu. O vëllezër dhe motra, më tregoni një kohë tjetër përveç Ramazanit që hapen dyert e xhenetit. Më tregoni një kohë tjetër përveç Ramazanit që mbyllen dyert e xhenemit. Më tregoni një kohë tjetër përveç Ramazanit që pranohen lutjet dhe duat si në asnjë rast tjetër. Më tregoni ndonjë rast tjetër përveç Ramazanit që në çdo iftar dhe syfyr dhe në çdo natë të Ramazanit të ketë dhe një transmetim tjetër dhe në çdo ditë të Ramazanit të ketë njerëz që regjistrohen dhe hiqen emrat e tyre nga zjarri i xhenemit. Më tregoni në një kohë tjetër të vitit që ndodh që 2 melek të zbresin tokë në fillim të muajit dhe thonë kush do me bë mirë, le të garoj dhe të nxitoj, e kush do të bëj keq të tërhiqet. Kjo nuk ndodh asnjëherë. Kjo nuk ndodh në asnjë kohë të vitit. Më thuaj ti në një kohë të vitit që të ketë një adhurim 30 ditor që merr ditën, pra gjysmën e një ditë nate. S'ndodh kur, s'ka. Dhe më thuaj ti një kohë të vitit që të ketë në brendësinë e vet një natë që është më e vlerësuar te Allahu xhalla xhelaluhu se sa 1000 muaj, pra afërsisht 80 e sa vite. S'ndodh dhe nuk ka. Më tregoti mua të ketë diçka si Ramazani, e të them ke të drejtë. Nuk do të gjejsh. E kjo është mundësia dhe kjo është shansi. Për këtë arsye njeriu, gjitha këto që thash, duhet i çojë ndërmend çdo ditë. Sepse duke i çuar ndërmend çdo ditë, ato që unë përmenda pak më herë dhe këto që përmenda tani, e bëjnë Ramazanin ton të ndjeshëm dhe ndryshues. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Laysa laka min al-ajri illa ma ihtasabt." Nuk do të arrish prej shpërblimit të plot vetëm sa aq sa ti çon ndërmend për të arritur prej shpërblimit. Për këtë arsye thoshin që përveç njetit dhe dëshirës dhe vullnetit, njeriu duhet të ketë dije se çfarë synon të arrijë prej adhurimit. Në rastin ton, prej adhurimit të agjërimit. Dhe kjo pastaj kërkon prej nesh vullnet, kërkon prej nesh vendosmëri dhe kërkon prej nesh stabilitet deri në fund të Ramazanit. Sepse sot jemi në ditën e 2 të Ramazanit, ndërkohë që Ramazani është afërsisht një muaj dhe kjo ka nevojë të kujtohet mundësisht çdo ditë. Dhe të rikujtojmë vetes tonë çdo ditë. Dhe të kujtojmë vetes tonë faktin që Allahu, Zoti i Madh, na ka përzgjedh dhe na ka zgjedh, na ka dhënë mundësinë dhe shansin. E të shkojmë tek ajo që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, se vetë Zoti ka thënë: "Unë jam për njeriu siç mendon ai për mua." Ne duhet të mendojmë shumë mirë për Allahun, duhet të mendojmë më të mirën për Zotin. Pse? Sepse na dha mundësinë, na dha shansin, na solli deri këtu. Nëse hutbën e kaluar ne flitshim për Ramazanin, që o Zot na zej gjallë, po na zuni gjallë, ku dëgjon etj, ne sot jemi në Ramazan. Nuk e di o vëllezër, në këto 2 ditë, a kemi ndjerë diçka më ndryshe apo jo? A jemi më ndryshe apo jo? Se të thuash ti që a jemi më ndryshe se po ndjesh më i etur apo më i uritur, faktikisht kjo kohë e dimrit nuk ta jep shansin dhe mundësinë.
të duket vetja sikur si agjërushëm, aq e kollajshme, aq freski dhe aq e shkurtër është dita. Mirë, po kur njeriu mendon dhe kur njeriu çon ndërmend mirësitë, begatit, shpërblimet, për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, cili do që e agjeron Ramazanin me besimin në Zot dhe duke shpresuar shpërblimin e tij, dëgjoje, duke shpresuar shpërblimin e tij. Çfarë shpërblimi? Xheneti, falja e gjunave, pranimi i pendimit, adhurues i robëruar ndaj Zotit, ndjekës i traditës së pejgamberit alayhi salatu sallam, zbatuesi një urdhri, farzi. Shpërblimi yt do të jetë siç mendon ti, sa e mendon ti. Për këtë arsye thoshin të moçmit, dallohet adhurimi i një dietari nga adhurimi i një njeriu të thjesht, nga mënyra se si e përjeton dhe mënyra se çfarë mendon dietari si shpërblim krahasim me njeriu e thjesht. E ne jemi tani në fillim të Ramazanit, e këto gjëra inshallah taala t'i çojmë ndërmend. Agjërimi i Ramazanit na tregoi se Islami nuk është vetëm fe e gjërave shpirtërore. Islami është dhe fe e gjërave që kanë bënë me materien dhe me lëndën. Për këtë arsye gjejmë në Islam adhurime që janë krejtësisht lëndore dhe materiale, dhe gjejmë në Islam adhurime që janë krejtësisht shpirtërore, dhe gjejmë në Islam adhurime që janë shpirtërore dhe materiale. Ndër këto adhurime që i mbledh të dyja është adhurimi i agjërimit të Ramazanit. Gjë që nënkupton se ne nuk duam spiritualizëm pa vepra dhe nuk duam vepra pa spiritualizëm, por duhet të jenë të dyja bashkë, shpirti, vepra, trupi, materia, të gjitha në punë, sepse Zoti këtë don prej nesh, përderisa na ka krijuar neve materie dhe shpirt, kërkon prej nesh të gjejmë balancën, të gjejmë mesataren mes asaj që mos të marrë gjithçka materia e të lihet mazdore shpirti, apo mos të marrë gjithçka shpirti e të lihet mazdore materia edhe vepra. Muaji i Ramazanit dhe agjërimi i Ramazanit na tregon se Zoti është gjithmonë me ne dhe pranë nesh, ama kur jemi në përkushtimin ndaj tij dhe në adhurim, jemi edhe më afër Zotit xhella xhelaluhu. Dhe kjo është logjike dhe kjo është normale, se nuk mund të jenë tek Zoti xhella xhelaluhu dy njerëz njësoj, dikush që adhuron, dikush që sakrifikon si rasti i Ramazanit dhe dikush tjetër që nuk e bën një gjë të tillë. Për këtë arsye thot Zoti në Kur'an, nuk mund barazohet i verbri me atë që shikon. Nuk mund barazohet shurt me meci me atë që flet dhe dëgjon. Nuk mund barazohet i gjalli me të vdekurin. Që Zoti xhella xhelaluhu, një njeri i cili përkushtohet atij, ka vlerë dhe është i vlerësuar. Për këtë arsye dhe lutjet e agjëruesit dhe duat e tij janë më të afër Zotit, më të pranuara tek Allahu xhella xhelaluhu, siç e përmend Allahu në faqen ku flet për agjërimin e Ramazanit. Prandaj duhet shfrytzuar këto raste dhe duhet shfrytzuar kjo mundësi, që është lutja dhe duaja sa më shumë. Në fund të ajeteve të agjërimit, Zoti tha: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Është rasti i vetëm në Kur'an ku Zoti i thot Muhamedit alayhi salatu selam, nëse të pyesin thuaj, është i vetmi rast në Kur'an që thuhet nëse të pyesin unë, pa i thënë Muhamedit thuaj, siç ka thënë gjithë Kur'anin. Thon ata që analizojnë këto detaje interesante, deshti Zoti, deshti Zoti që mes faktit, nëse ty të pyesin për mua, mos të fusi fjalën thuaj, po direkt, nëse ty të pyesin për mua, për Allahun pra, unë jam afër, e dëgjoj lutjen e lutësit. Pra as në tekst nuk deshi Zoti krijoi hapësirë mes pyetjes për Zotin dhe Allahu ku është për robën e tij adhurues. Dhe ne këtë duhet ta shohim prap
si pozitivitet dhe si një mirësi e Zotit Xhelle Xhelaluhu ndaj nesh. Ramazani na mësoi se adhurimet në Islam, përveç se ndjehen, përveç se bëhen me vepra, duhet të kenë edhe efekte në jetë. Dhe fjala e Zotit devotshmëri i ka thonë të gjitha. Devocion, përkushtim, nënkupton të gjithë gjën, nënkupton korrektësinë me Zotin dhe korrektësinë me krijesat. Nënkupton afrimitetin me Allahun dhe afrimitetin me krijesat. Nënkupton bamirësinë ndaj vetës së tij për të adhuruar Zotin siç duhet dhe bamirësinë ndaj krijesave duke u gjetur aty në pranë si një moment shumë i mirë për të fituar kënaqësinë e Allahut Xhelle Xhelaluhu. Adhurimi i agjërimit neve na jep një mësim prap shumë të rëndësishëm, që është edukata dhe sjellja duhet të jenë ndër efektet apo ndër pasojat, ndër gjurmët më të rëndësishme që lënë Ramazani dhe agjërimi në jetën e besimtarit. Dhe është logjike vëllezër. Njëri i cili adhuron Zotin gjatë gjithë kohës nuk mund të jetë vetëm se i sjellshëm, nuk mund të jetë vetëm se i edukuar. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salam tha, nëse dikush për jush është agjërues, mos bërtasi, subhanallahu. Mos bërtasi. As me bërtit jo. Mos zihet, mos bëj debat. Madje nëse dikush e shan ose ofendon, le t'i thotë jam agjërueshëm. Jam agjërueshëm. Sepse presupozohet që një i cili është afër Zotit nuk i sheh këto gjëra, nuk duhet i shohë këto gjëra. Është një adhurim i cili na mëson neve se sa më afër Zotit dëgjoje, edhe aq dorë lëshuar. Sa më afër Zotit jetë njeriu vëllezër dhe motra, aq më dorë lëshuar është. Thot Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anhu, nuk ka pas njeri dëgjoje, nuk ka pas njeri më bujar gjymert se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ama kur ishte muaji i Ramazanit, ai bëhej si era me shi në kohën më të thatë të vitit. Pra me kuptimin zbarkohej i tëri, sallallahu alaihi wasallam. Po pse pikërisht në Ramazan? Në Ramazan o vëllezër dhe motra, sepse nxjerrja e pasurisë pastron shpirtin. Largon lakmin. Përhap qetësi në zemrat e njerëzve. Për këtë arsye ka vlerë të madhe, jo thjesht për faktin se ne e provojmë vetë ç'është uria e për këtë arsye bëjmë me xhmëri. Jo, më vëlla, nuk është atë mesele e fare. Se njeriu kur jep para se të binë dorën e fukarajt, njeriu të nevojë bjerë në dorën e Allahut Xhelle Xhelaluhu, qofshin fal. E merr tha Zoti Xhelle Xhelaluhu me dorën e tij dhe e rrit, siç kujdeset ndonjëri për jush për mallin e tij më të shtrenjtë. Derisa të bëhet sa një mal i madh, e Zoti pastaj e lën anash. Sepse nëse është diçka o vëllezër që neve na tërheq poshtë, është pasuria. E njeriu duke dhënë çlirohet. Ash-shejtanu ya'idukumul faqr. Shejtani është ai i cili ju ngacmon dhe ju fikson me varfërinë. Po Allahu premton të kundërtën, falje dhe mëshirë dhe furnizim jashtëmase. Për këtë arsye në një hadith të bukur, pejgamberi alayhis salam kur u pyet, cila është sadakaja më e mirë që jep njeriu? Se ka njerëz që kur e shohin që janë të shkuar në fund të jetës, lirohen komplet. O pejgamberi i Zotit, cila është lëmosha, sadakaja më e mirë që mund t'japi njeriu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, anta tasaddaqa wa anta sahihun shahih. Sadakaja që ka më shumë vlerë te Allahu është sadakaja që jepet kur njeriu është i shnetshëm, i kuvetshëm
dhe ka lakmi për të fituar sa më shumë. Kjo është sadakaja më e mirë. Për këtë arsye ka raste që sadakaja në Islam nuk pranohet. Nëse dikush është në shtratin e vdekjes dhe thotë lej gjithë pasurinë time vakuf, si pranohet? Duhet ta lej gjithë pasurinë time për jetimet, nuk i pranohet në Islam. Se ka mëse vllazhtoron me dëshirën e tij, jo, nuk pranohet. Sepse je në një moment që ti nuk je në arsyeën e fortë të gjykimit gjërave. Mund ta kishe bë këtë punë më përpara. Po mirë se dikush e lën me amanet, sheriati Islam thot 1/3 vetëm zbatohet, pjesa tjetër shkon tek trashëgimtarët. Ligji i Zotit. E Ramazani nxjerr në pa atë që ka dalë nga pengmarrja e të pasuruarit në çdo lloj forme. Allahu tha në Kur'an: "Wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." E kush shpëton nga lakmia, ka shpëtuar dhe ka fituar. Allahu na bof në këtë Ramazan prej të shpëtuarve dhe prej të fituarve. Vlezër dhe motra, Allahu thot në Kur'an se muaji i Ramazanit është një grumbull ditësh, është ditë të kufizuara, e si pasojë ditët ecin njëra mbas tjetrës, javët pasojnë njëra tjetrën dhe ne do të ndodhemi mas disa javësh përpara faktit sa shpejt mbaroi. Si nuk e shijuam Ramazanin tjetër inshallah, e që mos jemi të tillë, keni parasysh këshillat e mëposhtme. 1. Mbajeni të gjallë qëllimin ose qëllimet e agjërimit. 2. Çon ndërmend gjithmonë shpërblimet. 3. Rregullon mjedisin dhe ambientin. Të mirët kanë për të ndihmu, e të këqijt do të bëjnë si vetja. Atë kam thonë, tha Orbir, mos rri me të këqijt. Por babi tha ky, po edhe babat e ty në kështu i kishin thonë kalamajve që zgjidhe shokun më të mirë se vetja. Kështu që ato të shokët e këqijta më kanë zgjedhur më të mirë se sa vetja e tyne. Nëse ke kështu shokësh, mundohu ti bësh të mirë edhe ata si vetja jote. Jo të kesh shok të këqij edhe të bëjnë ty ata si vetja. Kështu që nëse ke shok, sidomos studentët ose studentet që nuk agjërojnë, që nuk vinë në xhami, shok punës, merrin në xhami, thotë xhumo, Ramazan, mirësia madhe, kënaqësi e madhe, pa të provoje herë. Agjëroj ditë, boti se bë për mirë, boti shkak për ndryshimin e njerëzve, që të jesh në pozicionin e profetit alayhi salatu wassalam. Jetoj edhe ti 1 muaj në jetën tate si profet, si pejgamber. I këshillon njerëzit, i orienton njerëzit, mundohesh me i afru në Islam, me ju tregu mirësitë e Zotit, mëshirën e Allahut, bukuritë e Islamit. Nëse nuk ke shumë dije dhe të bën pyetje nga më të çuditshme, di si është puna thuj. Tani unë nuk jam profesor. Por ka i profesor që mund të japi përgjigjen për këtë punë, edhe çoj tek profesori. Tjetra, hiq dorë nga të kaluarët që kanë ngel akoma. Në Ramazan duhet me i thonë ca gjonave stop o vëllezër dhe motra. S'ka kuptim ta agjërosh nga hallalli, nga agimi deri në perëndim, e pastaj mas perëndimit të shkosh në haram. Hiq dorë, sepse do t'ja ulin vlerën e Ramazanit tënd dhe agjërimit, mos me thonë mund të nxjerrin edhe jek. Bëj dua Zotit. Bëj dua Zotit se nuk mund të jesh ti i suksesshëm në Ramazan vetëm se me suksesin që të jep dhe dhuron Allahu Xhella Xhelaluhu. Frekuento shtëpiat e Zotit në Ramazan, sidomos në Ramazan.
kur i ke mundësit dhe kushtet, mos mungo nga shtëpia e Zotit, nga xhamia, pasha Allahun, ka përdhon Zoti mirësi dhe begati dhe mëshirë, aq sa ti ndoshta nuk e arrin për gjithë vitin. Kështu që prezanton në xhami. Sa të mundesh, unë nuk po them që të lejsh punën apo shkollën se do të vish në xhami, por kur ke mundësi nda hapësirat eja në xhami, sidomos në namazin e teravive, në namazet e natës, eja të mëshira e Zotit, eja të falja e Zotit, o vëllezër dhe motra, vetëm i gjë të mendoj njeriu. Kur njeriu falet, ka me lajke mbi kokë, i Zotit di se sa është numri me lajkeve mbi të që luten për këtë njeri personalisht, në mënyrë të personalizuar. Subhanallah. Ne kur shohim një rob mirë, që na duket i devotshëm, i përkushtuar dhe i ditur çfarë i themi o vëllezër? O vlla, bëj dua për mua, Allahu ta shpërbleft. Kur shkon dikush në haxh ose në umre, çfarë i themi? Mos na harro për dua, apo jo? Me lajket e Zotit rrin mbi kokën tënde dhe thon: o Zot fale, o Zot mëshiroje, o Zot bëja mbar, o Zot i bishnet, o Zot i bi furnizim. La ilaha illallah. Mundohu që gjatë Ramazanit të shfrytëzosh çdo minutë, çdo kohë të tij. Sepse ky Ramazan është i shkurtër, o vëllezër dhe motra. Ikën dita pa e ndjerë. E fundit fare, angazhohu me Kur'anin, se është muaji i Kur'anit. Angazhohu me Kur'anin. Lexoje Kur'anin nga fillimi deri në fund. Çfarë muslimani je ti që se ke lexuar Kur'anin asnjëherë nga fillimi deri në fund? Edhe shfaqet dikush në TikTok apo diku tjetër të bën ty filozofi mbi Kur'anin. Pse? Se ti s'ke arrit ta lexosh Kur'anin, librin e Zotit, nga fillimi deri në fund. Dhe mbahesh mirë se je musliman, dhe duket vete se je shumë lart, ndërkohë që librin e Allahut nuk e ke lexuar. Po ta lexojshim librin e Allahut xhel xhelalu, pasha Zotin, shumë hallë dhe siklete dhe problematika dhe shumë zgjidhje do të gjejshim aty. Po vallahi billahi jemi larg këtij. E si pasojë kemi shumë gjona të pazgjidhura, sepse po të ishim përkushtuar, thot Zoti në Kur'an, fihi dhikrukum. O Muhammed, ty të zbritëm Kur'anin, gjoje, fiksoje, në të ju kemi përmendur juve, gjithë se cili për nesh është në Kur'an. Thjesht duhet të lexosh dhe duhet të gjejsh veten ku jeti në Kur'an. Vallahi bilaj për Zotin e madh. Po ta lexojmë me shpirt, me zemër, me meditim, pasha Zotin, gjithë se cili për nesh ka për ta gjetë veten e tij dhe emrin e tij në Kur'anin famëlar. Thjesht duhet me lexu me sytë e zemrës, me sytë e mendjes, pastaj me sytë e ballit. Atëherë le të përkushtohemi Kur'anit. Le të përkushtohemi Kur'anit në këtë muaj, se ky është muaji i agjërimit dhe i Kur'anit. Të dyja i ka bashkuar pejgamberi alayhis salam kur tha: El Kur'anu was-siyamu yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Kur'ani dhe agjërimi do të ndërmjetësojnë, do të bëhen avokatët të njeriu te Allahu në botën tjetër. Thot Kur'ani: o Allah, Zoti im, i kam prish gjumin se më ka lexuar ditën dhe natën. O Allah, Zoti im, falë dhe mëshiroje këtë njeri dhe jepi xhenetin. Do i thot agjërimi: o Allah, Zoti im, është munduar dhe ka vuajtur me etje dhe me uri dhe është pikëlluar dhe është kput gjatë agjërimit. O Allah, Zoti im, unë kërkoj të jem ndërmjetësuesi i ti, që ta falësh dhe ta mëshirosh dhe ta fusësh në xhenet. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: fe yushaffa'an, pranohet ndërmjetësimi i Kur'anit edhe i agjërimit. O Allah, Zoti ynë, bëje Kur'anin, bëje agjërimin argument për ne ditën e Kiametit, dëshmi për ne ditën e Kiametit, ndërmjetësim për ne ditën e Kiametit, avokat për ne ditën e Kiametit. O Allah, o Zoti ynë, mos e bëj agjërimin ton dhe mos e bëj Kur'anin ton që ne lexojmë dëshmi kundra nesh, argument kundra nesh, avokat kundra nesh,
dhe ndërmjetësues kundra nesh ditën e Kiametit. O Allah, o Zot, shpresa tek mëshira jote është ajo që neve ne forcë dhe mëshirë. O Allah, o Zot, mos na e fik këtë dritë shprese sa të jemi gjallë, ja Rabbel Alamin.